Këngëtarja e njohur Genta Ismaili ka ndarë me fansat një problem shëndetësor që e shqetëson prej kohësh dhe është duke e penguar që të vazhdojë të performojë projektet e reja në skenë. Në një intervistë, ajo tregoi se po vuan nga një problem serioz në qaf, i cili është pasojë e viteve të shumta të performancave energjike në skenë. Kam pasur një lëndim në qaf prej vitesh për shkak të vallëzimeve të shumta që kam bërë në koncerte. Kam bërë trajtime, por fatkeqësisht nuk kanë dhënë rezultatit që prisja, u shpreh këngëtarja. Ajo është përkeqësuar në momentin që po përgatitej të rikthehej me projektin e ri në skenë. Gjatë kohës së provave me valltarët, dhimbja e qafës ju përkeqësua. Genta tregoi se edhe ndihet keq që nuk mundet të kërcej dhe performoj si më parë, pasi vallëzimi dhe performanca janë pjesë e pandashme e identitetit të saj. Mendova se isha shëruar dhe nisa stërvitjet për skenë, por gjatë provave me valltarët, qafa më është lënduar sërish. Për këtë arsye vendosa të anuloj videoklipin që po përgatisja. Kam pasion vallëzimin dhe ndjehem shumë keq që nuk mund ta bëj si më parë, tha ajo.